Kamerun tash dole prej qendrës votimit, çështu duk procesi i votimit? Shumë rregull, shumë Na e paragullësia, pa? nuk ka paragullësi, shumë okej. Po besoj që ke pa edhe fshatin zgjedhor, ka pa edhe premtime Krejt, sa mendon që krejt. kanë me i marrë kryetari i ardhshëm, kushdo që zgjidhet. Kushdo që zgjidhet ka i marrë, me siguri se. Pse premton, nuk më i marrë. Na i përshindje pavarësisht ata marrëmendje që kanë i përmbush premtimet që i ka dhënë? Po besoj që mbi 85 do të mi përmbushta. Zoj sa dole për qendrës votimit, që shkoj procesi i votimit? Shumë mirë shkoj procesi i votimit, gjithçka kanë rregull, ma gjetën në vendin ku kam votova dhe gjithçka. Na i paragullësia, pa që evidentove? Ja, gjithçka ke mirë, gjithçka kanë rregull. Po besoj që e ke përcjellë fshatin zgjedhor, ke pa edhe premtimet e kandidatëve, tash nuk e dim se cili ka mund të zgjidhë kandidatin për kryetarin, mirë po ata marrëmendja që kanë më përmbush ato premtime që janë dhënë apo duken pak si jo reale? Ndëgjo, na po mendojmë me zgjedh kemi votu për më të mirin, e tashti gjitha nuk janë përmbushta na herë, veç ndoshta do t'i përmbushin këto e knena. Inshallah bëhet mirë për popullin. A duken të mundura që ato që janë premtuar, po mendon që pak i kanë egzageru, sa për I kanë egzageru, por nashta një 70% i bojnë inshallah do Zoti. Po shpresoj që Shpresoj, pak të 70%. jemi optimist.